me një humbje dinjitoze. Unë e di që nuk është popullore ta them humbje dinjitoze, sepse më popullore do të ishte një fitore spektakolare. Padyshim. Por edhe humbjet dinjitoze inspirojnë futbollist, inspirojnë gjenerata, inspirojnë fansa futbollist, inspirojnë gazetar, aktivist. Natyrisht që ta përcjellin Kosovën në sukseset tjera. Dhe nëse Kosova zhvillon në ndeshje të tilla sikur kjo e sotmja, që ishte një betejë epike, një betejë ku fragmentet shkurtra kanë vendosur mbi epilogun e rezultatit, atëherë suksesi nuk do të mungoj, Lorek, edhe unë sot ndihem krenar për këtë fitore në thojza, sepse kjo është një fitore. Do kthehemi sërish. Është një moment që e bën krenar secilin kosovar, pavarësisht që nuk kanë shkuar në kampionat botëror. Nëse do të shkonim në kampionat botëror, me siguri nuk do të na binte puna ne vas komentonim tani, sepse natyrisht gjithë vëmendje do ta kishin fansat edhe protagonistët.